një farë mënyrë ka met paksa në hije. Na duhet dalim nga kjo ideja e bajraktarëve, se i thanë me uquaj, i thanë nuk duhet me uqu se duhet me pi kafe, e kom pas që nuk e din çka është frika, ka qenë Zekaria Çana padyshim është njëra nga figurat qendrore të lëvizjes tonë për pavarësi të viteve, fund viteve 80 dhe viteve 90. Ka qenë njëri prej themeluesve të Këshillit për të drejtat e njerëzit, ku kemi qenë bashkë, pa ai ka qenë sekretari i Këshillit. Pastaj ka qenë edhe antar i Këshillit nismëtar për themelimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku roli i tij ka qenë gjithashtu i rëndësishëm. Ka qenë pjesë edhe e atij Këshillit për pajtimin e gjaçeve, dhe në çdo pikë ku ka pas ndonjë gjendje ku është dashur kontributi i intelektualëve dhe i patriotëve, Zekaria Çana ka qenë prezent, ka qenë figurë jashtëzakonisht impulsive, ka qenë një trim i jashtëzakonshëm, sepse në atë periudhë ka qenë shumë e vështirë të përballoshin gjithë ato presione që vinin nga Serbia përmes kërcënimesh dhe shantazhesh. Kështu që në gjitha këto segmente të lëvizjes ai ka qenë prezent. Natyrisht që roli i tij më i madh sigurisht mbetet në historiografi, sepse ka qenë njëri nga historianët më të mirë të botës shqiptare, me veprat e tyre, cilat ka zbërthyr shumë dhe raportet serbo-shqiptare dhe politikat hegemoniste të Serbisë në raport me Kosovën dhe me shqiptarët. Ashtu që është një figurë, po thamë, ndër figurat qendrore, e cila me siguri që pritet në të ardhmen të vlerësohet realisht, sepse deri tash një farë mënyrë ka mbet paksa në hije. Kjo tregon për një, në fakt, trashëgimi fisnore që ende është aktive në mendësinë shqiptare, sepse ne shqiptarët e kemi prirjen për ta identifikuar gjithë lëvizjen me një kryetar, me një pres, ose siç ka qenë të kaluar me një bajraktar. Lëvizjet e tilla, siç ka qenë lëvizja për pavarësi e Kosovës, siç ka qenë edhe Këshilli për pajtimin e gjaçeve, janë lëvizje në cilat kanë marrë pjesë shumë njerëz dhe nuk do të mund të t'i organizonte një person. Ndërsa në rastin konkret Bacazes është njëri prej njerëzve kryesor, padyshim që ka bërë organizimin teren, që i ka mobilizuar njerëzit me fjalimet e tij, gjitha këto, por që ka met që e gjitha është identifikuar vetëm me Anton Qetën. Padyshim Anton Qeta meriton respektin e gjithë shqiptarëve, sepse ka qenë pris i vërtet, ka qenë një intelektual dhe një burr i jashtëzakonshëm, dhe sigurisht që meritat e tij janë shumë të mëdha për masivizimin e asaj lëvizje për pajtimin e gjaçeve, por edhe njerëz si Zekaria Çana janë në epicentër të atij suksesi. Prandaj po them, ne duhet dalim nga kjo ideja e bajraktarëve, se çështja është edhe te LDK-ja, për shembull thuhet Ibrahim Rugova. Okej, Ibrahim Rugova ka qenë kryetar, por na kemi qenë me dhjetra, me qindra, me mija njerëz aktivistë që kanë mbajtur për shembull atë lëvizje. E njëjta gjë është edhe në lëvizjet e tjera. Kështu që në atë kuptim na kemi nevojë tashmë prej distancës të tashme që të filloj të shkruhet historia kritike e lëvizjes tonë, duke përfshirë edhe lëvizjen për pajtimin e gjaçeve, edhe lëvizjen për pavarësi, edhe ato që thash për Këshillin për drejtat e njerëzit, në mënyrë që kontributet e secilit të identifikohen dhe të vlerësohen, sepse kjo mënyrë si na veprojmë, duke i harruar kontributorët, duke harruar kontributet, në fakt e redukton, e ngushton, si më thonë, vështrimin tonë për të kaluarën, dhe në këtë mënyrë e ngushton edhe bazën mbi cilën sot ekziston liria dhe pavarësia jonë. Në njërin nga protestat që ishin në Prishtinë, kam qenë bashkë me të tek teatri, dhe kur policia filloi të hidhte gaz lotësielës dhe të rrahte demonstruesit në mënyrë brutale, Bacazes që ul në një karrik asaj kafes teatri, dhe unë ndajta me të se s'kisha si me elan, kur edhe në policë i thanë me uquaj, thanë nuk du me uquaj se du me pi kafe, në kuptimin sepse ai është gati mit që thuhet, por nëse ka njëri cilën e kam njoft dhe që e kam pas që nuk e din çka është frika, ka qenë Zekaria Çana. Ai bukvalisht nuk ka pas frikë nga policët, nuk ka pas frikë nga asgjë. Ndoshta ajo pak ka qenë e dëmshme, sepse shumë herë ka rrezikuar më shumë se që duhet, por i tillë ka qenë.
Dhe pa njerëz të tillë në kushtet e okupimit të rronë, unë jam i bindur që shumë gjëra nuk do të ndodhin sepse njerëzit janë të prirur të friksohen. Basazes ka qenë njeri që ka qenë në gjendje me mobilizu njerëz, me fjalime, në protesta, kështu që në këtë aspekt po them është sigurisht njëra nga figurat jo vetëm qendrore, por edhe unike të lëvizjes tonë për pavarësi besmas të periudhës së viteve 90.